Kapitulli 15. Ne që jemi të fortë në besim, duhet të mbajmë dobësitë e atyre që janë të dobët në besim, dhe të mos bëjmë atë që na pëlqen neve. Se i cili për nesh të bëj çfarë i pëlqen tjetrit për të mirën e tij, që ai të rritet në besim. Sepse edhe Krishti nuk bëri çfarë i pëlqente atij, por sikur se thot shkrimi i shenjtë, sharjet e atyre që të shanin ty ranë mbi mua. Gjithçka që u shkrua më parë në shkrimin e shenjtë, u shkrua për mësimin ton, që nëpërmjet durimit e ngushëllimit që na jep shkrimi i shenjtë, të kemi shpresë. Perëndia e durimit e ngushëllimit të dhënë të që ju të jeni në një mendje me njëri tjetrin sipas Krishtit Jezu, në mënyrë që së bashku me një zë të përlëvdoni Perëndin dhe atin e Zotit ton Jezu Krisht. Prandaj pranojeni njëri tjetrin sikur se Krishti ju pranoi, që të përlëvdohet Perëndia. Po ju them se Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerëve për të përmbushur premtimet e dhëna etërve dhe për të treguar se Perëndia është i vërtetë. Ai erdhi edhe që kombet pagane të përlëvdojnë Perëndin për mëshirën e tij, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Prandaj do të përlëvdojë ndër kombe dhe do të lavdërojë emrin tënd. Përsëri thot: ngazëlloni o kombe me popullin e Perëndis. Dhe sërish, lavdëroni Zotin të gjitha ju kombe dhe të gjithë popujt e lavdërofshin atë. Isaia thot edhe: do të vijë rrënja e Jeseut, ai që do të ngrihet për të sunduar kombet. Në të do të shpresojnë kombet. Perëndia e shpresës ju mbusht plot me gëzim e paqe në besimin tuaj, në mënyrë që me fuqinë e shpirtit të shenjtë të jeni plot me shpresë. Sa për ju, vëllezërit e mi, jam i bindur se jeni plot me mirësi, plot me dije dhe të aftë për të këshilluar njëri tjetrin. Në disa pjesë të letrës ju shkrova më me ashpërsi, për të kujtuar ato që tashmë ju i njihni. E bëra këtë me hirin që më ka dhënë Perëndia për të qenë shërbëtori Krishtit Jezu për kombet pagane, për të shërbyer si prift për ungjillin e Perëndis, në mënyrë që kombet të bëhen flik ushtimi që i pëlqen Perëndis dhe që është e shenjtëruar prej shpirtit të shenjtë. Prandaj, fal Krishtit Jezu, unë krenoj me gjithçka që bëj për Perëndin. Nuk do të guxoja të flisja për asgjë tjetër përveç se për ato që bëri Krishti përmes meje, që t'i sillte në bindje ndaj Perëndisë së kombet pagane. Këtë e bëra me fjalë e me vepra, me fuqinë e mrekullive e të shenjave dhe me fuqinë e shpirtit të Perëndisë. Kështu e kam shpallur plotësisht ungjillin e Krishtit nga Jeruzalemi e përqark deri në Iliri. Jam përpjekur të shpallë ungjillin atje ku emri i Krishtit nuk njihej, në mënyrë që të mos ndërtoja mbi themelin e tjetër kujt, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Do ta shohin ata të cilëve ai nuk u ishte shpallur, dhe ata që nuk kishin dëgjuar do të kuptojnë. Kjo më ka penguar shumë që të vij te ju. Tani e kam mbaruar punën time në këto krajina. Ka shumë vite që dua të vij te ju dhe shpresoj ta bëj këtë kur të udhëtoj për në Spanjë. Gjatë udhëtimit shpresoj t'ju shoh dhe shpresoj të më ndihmoni për të vazhduar udhëtimin, pasi t'jem kënaqur sadopak me ju. Tani po shkoj në Jeruzalem për të shërbyer besimtarëve të krishterë. Besimtarët e Maqedonisë dhe të Akajisë dhanë me kënaqësi një dhuratë ndihme për të varfrit e besimtarëve të krishterë në Jeruzalem. Këtë e bën me kënaqësi sepse u detyrohen atyre. Nëse kombet pagane morën prej tyre bekime shpirtërore, atëre duhet të shërbejnë atyre me të mirat toksore. Kur ta kem mbaruar këtë punë dhe t'ua kem dorëzuar zyrtarisht këtë ndihmë, do të vij te ju rrugës për në Spanjë. E di se kur të vij te ju do të vij plot me bekimin e Krishtit. Ju lutem o vëllezër, për hir të Zotit ton Jezu Krisht dhe për hir të dashurisë së Shpirtit të Shenjtë, që bashkë me mua të këmbgulni në lutje për mua te Perëndia. Lutuni që të shpëtoj nga të pafet në Jude, dhe që shërbesa ime në Jeruzalem të jetë e pranueshme për besimtarët e krishterë, që në dasht Perëndia të vij te ju me gëzim dhe të shlodhem bashkë me ju. Perëndia i paqes qoftë me ju të gjithë. Amen.